paragjykohet që gratë kanë më shumë kërkesa për ndërhyrje estetike, po çka kërkojnë meshkujt kohëve të fundit? Çfarë kërkese kanë ata? Apo ndoshta është ndru ky trend? Me trendet e fundit edhe me publikimin e rrjetet sociale, tani është e barabartë, kërkesat e meshkujve dhe femrave janë të barabarta, edhe janë gjitha të barabarta. Humbja e peshës, gjithashtu humbja e një peshe të madhe, lëshimi i lëkurës, lëkura e tepërt nëpër krah, këmb, bark, gjoksa, edhe të meshkujt edhe të femrat është i njëjti problem. Edhe të hundët, veshët, blefaroplastikat, tërheqja e vetullave. Në fakt, për meshkuj nuk bëhet tërheqja e vetullave si fox eye, për shkakun si të femrat, mirë po bëhet një korrigjim i vogël që shumica e njerëzve të cilët nuk dojnë të përdorin botox, që me pas shpime disa herë gjatë vitit, atëherë e preferojnë me bo liftingun e vetullave për me ju largu rrudhat e syve.